E pora duhet të konstatojmë gjendjen pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Skena është ndarë në 2 pjesë, sepse rezultati i zgjedhjeve ka dhënë këtë skenë. Partia fituese dhe partitë që ngelen në opozitë. Mrena kompit opozitar, mbas rezultatit ngelen PDK-ja, LDK-ja edhe AK-ja. Mrena kompit opozitar, çdo herë ekziston një luftë e mrenshme për vendin e parë, se kush do të jetë partia e parë e opozitës. Dhe strategjia e LDK-s pas kuvendit të saj ka qenë që ajo të krijojë identitetin e vet mrena opozitës. Dhe në këtë drejtim mejherë ka quë sinjale pozitive, sa është e gatshme për bisedime me partinë fituese me VV-n. Edhe pse nuk ka arrit një rezultat konkret, ajo krijoi një imazh tjetër dhe një dallim për të perceptuar më ndryshe se sa PDK-ja dhe AK-ja. Në momentin kur u mendua se gjona tronë në blokot dhe nuk do të ketë zgjidhje, me zhvillimet që nisen me bon dhe me aktivizmin e tyre dhe mrena parlamentit AK-ja dhe PDK-ja, që ma shumë nuk ishin veprime që ato e rrisin opozitarizmin e tyre ose aktivizmin e tyre, e sidomos para elektoratit të Kosovës, atëherë LDK-ja e mendoi hipotezin e dytë, që është një hipotezë shumë i zgjuar, një veprim shumë i zgjuar, i cili e ka trondit këtë skenën politike të ngurcuar të Kosovës, me gatishmërinë e saj për të heqë dorë nga bashkëqeverisja me VV-n, mirë po se do t'jetë e gatshme për të votuar një president konsensual. Do thot kushti vetëm është që të gjendet një president konsensual. Ky qëndrim ka krijuar një realitet krejt të ri politik në Kosovë dhe një atmosferë tjetër në Kosovë rreth themelimit e institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare. Dhe tash, pas këtij qëndrimi të Lidhjes Demokratike, sigurisht se partia fituese dhe lideri i saj, zoti Kurti, është interesuar që atëherë ky qëndrim të zgjerohet edhe më shumë, që të futet në to edhe Partia Demokratike dhe Aleanca e Kosovës, dhe vërtet një president i arshëm i Kosovës të jetë konsensuale dhe mos të jetë partijak, por një figurë unifikuese dhe e pranueshme për të gjithë. Tash ne i kuptojmë qëndrimet e këtyre 2 partive tjera opozitare që bojnë në parlament dhe para qeverisë, sepse gjithkush don të rrisë presionin e vetë dhe të bëjë politik, mirë po gjonat janë shkak pasojë, ata lypin që të themelohet kuvendi dhe të zgjidhet qeveria, ndërsa strategjia dihet se kur të vim të hapi i tretë të presidentit, ne e bllokojmë zotin Kurti dhe VV në zgjedhjen e presidentit dhe kështu shkaktohet përsëri kriza. Ndërsa zoti Kurti e mbron teorinë që shkon në favorin e tij, se duhet të merremi vesh edhe për presidentin, se ato 2 të parat i ka vetë në dorë, problematike ka vetëm çështjen e presidentit dhe normalisht ai ka strategjinë dhe insiston në ato që të ketë një marrëveshje paraprake që të shkohet edhe me konsenzusin për presidentin dhe të zgjedhin institucionet e Kosovës. Logjika e gjërave është në rregull që të themelohet parlamenti dhe të krijohet qeveria dhe pastaj të shkohet në zgjedhjen e presidentit, mirë po duke i ditur praktikat e partive tona politike dhe se si mund të ketë ndryshim të qëndrimeve, sigurisht se zoti Kurti kërkon dhe do të kërkoj garancionin nga Lidhja Demokratike se do t'i qëndroj besnik me qëndrimit vetë për të votu presidentin, për të kriju korumin për presidentin konsensual. Po që se nuk do t'i ketë VV-ja këto garancione, sigurisht se do të taktizohet ende dhe do të shtyhet ende dita themelimit të institucioneve të Kosovës, po mendoj parlamentit, qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit.
Të gjitha janë taktizime dhe të gjithë punojnë për favoret e veta, për dol fitus nga të gjitha këto kombinime dhe kundërshtime politike dhe krejt ajo që ka lejon kushtetuta dhe ligjet në fuqi. Unë e kam përmend disa herë dhe në çdo deklarim temin se gjithë kjo situatë bllokuese dhe krizë në Kosovë është çështja e Kushtetutës së Kosovës, e cila nuk ka parapon një situatë të tillë dhe lojtarët politik kanë gjetë hapësirë për të driblu. Dhe në vend që partitë opozitare të dolin si mbrojtës të kushtetutshmërisë, ata në fakt dolin formalisht, se situatat e njëjta do të prodhojnë prapë rezultat të njëjtë. Unë kam pritë që partitë opozitore të dolin me idenë se si të gjendet mënyra për të ndryshu kushtetutën e cila jep zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Kjo do të ishte ajo e vërteta për zgjidhje krizën politike në Kosovë.